Mateo rinte përpara derës prej disa minutash që I dukeshin si orë të tëra. Zemra I rrite fort, mendimet I vraponin pa ndalur. Dhe çdo tingull I vogël e bënte të kthente kokën në shpresë se momenti kishte ardhur. Ai e dinte që Brikena ishte brenda. Dhe lajmi që ajo nuk ishte eliminuar I kishte sjellë një lumturi të papërshkrueshme. Por derisa ta shite me sytë e tij, nuk arrinte ta besonte plotësisht. Ai kaloi dorën në flok, mori frym thellë dhe buzëqeshi lehtë me vete. Do vinë, përshpëriti, si për të qetësuar veten. Në ato qaste, çdo kujtim me të I kalonte në mendjet, bisedat, të qeshurat, momentet e vogla që për të kishin marrë një kuptim të madh. Pa pritur dera u hap, koha sikur u ndall. Brikena doli ngadalë, me një buzëqeshje të ndrojtur, sytë e saj flisnin më shumë se çdo fjalë. Ishin të mbushur me emocione, me gëzim, me lehtësinë dhe ndoshta edhe me pak mosbesim për atë që sapo kishte ndodhur. Ajo nuk ishte eliminuar. Ishte ende aty. Mateo nuk mendoi asnjë sekond. Ai u hodh drejt saj dhe e mori menjëherë në krah, duke e ngritur lart sikur të donte ta largonte nga çdo gjë tjetër përreth. E përqafoi fort me një ndjenjë që nuk ishte thjesht gëzim, por diçka më e lartë, një përzierje dashurie, malli dhe frike të kaluar. Brikena, tha ai me një zë që I dridhej lehtë. Ajo qeshi mes lotëve dhe e përqafoi po aq fort. Duart I shtrënguan supet e tij, sikur nuk donte ta lëshonte më kurrë. Zemra I rrite aq shpejt sa dukej sikur do I dilte nga kraharori. Jam këtu, përshpëriti ajo. Nuk u largova. Mateo dhe uli ngadalë, por nuk e lëshoi. I mbajti duart rreth saj dhe e pa drejt në sy, sikur donte të lexonte çdo emocion që ajo ndjente. Pastaj u përkul pak dhe e puthi në ball, me një butësi që tregonte sa shumë e kishin ngjerë mungesën e saj edhe për ato pak qaste pasigurie. Sa u tremba, I tha ai. Mendova nuk e di çfarë mendova. Thjesht nuk doja të humbisja. Brikena buzëqeshi dhe një lot I rrëshiti në faqe. As unë nuk doja të largohesha, tha ajo. Ishte shumë e vështirë. Çdo sekond dukej sikur nuk kalonte. Por tani jam shumë e lumtur. Ata qëndruan të përqafuar për disa qaste, duke mos folur, duke dëgjuar vetëm rrahjet e zemrave të tyre. Dhe frymëmarrjen që gradualisht po qetësoi. Ishte një moment I pastër, pa tension, pa lojë, pa konkurrencë, vetëm ndjenja të sinqerta. E di çfarë, tha Mateo pa pritur, duke buzëqeshur lehtë. E meritoje të qëndroje. Shumë më tepër se kushdo tjetër. Brikena uli syt për një moment, pak e turpëruar, por edhe e prekur nga fjalët e tij. Nuk e di, por e di që jam mirënjohëse që jam këtu. Dhe ajo ngriti syt dhe e pa sërish që ti je këtu. Mateo nuk foli. Vetëm buzëqeshi dhe e tërhoqi sërish pranë vetes, duke e përqafuar edhe më fort. Në sfond, të tjerët flisnin për eliminimin. Emri I Gimbos përmendej shpesh. Ishte ai që ishte larguar, mjekëses që askush nuk e kishte pritur plotësisht. Por për Mateon dhe Brikenën, ai moment ishte larg, I paqartë, pothuajse I parëndësishëm. Gjithçka që kishte rëndësi ishte ky takim. Do qëndrojmë bashk, apo jo, tha Brikena me një zë të ulët, pothuajse si një pyetje që kishte frikë ta bënte. Mateo e pa drejt në sy, pa hezitim. Gjithmonë, tha ai. Ajo buzëqeshi, këtë herë më e qetë, më e sigurt. E mbështeti kokën në shpatullën e tij dhe mbylli syt për një moment, duke shijuar ndjesinë e qetësisë që I kishte munguar. Koha kalonte, por ata nuk lëviznin. Sikur kishin frikë që nëse shkputeshin, ai moment magjik do zhdukej. Por në të vërtetë, ai moment kishte lënë gjurmë. Kishte ndryshuar diçka mes tyre. Mateo dhe shtrëngoi lehtë dhe I përshpëriti. Kjo është vetëm fillimi. Dhe ndoshta, për herë të parë që nga fillimi I gjithë kësaj aventure, të dy e besuan vërtet këtë.